Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am. Mirë mbrëma dëgjues të Window Radio, mirë se erdhët në valët e radios tonë dhe faleminderit që na ndiqni. Unë jam Gens Paçuku dhe ju flas nga studio e Window Radio në Londër. Çdo të martë ne jemi bashkë në emisionin tim Mikrofoni hapur në orën 21, por sot po fillojmë më herët. Po fillojmë më herët sepse kemi shumë për të thënë, shumë për të bërë, kemi shumë figura për të promovuar. Shqipëria është e vogël, por Shqipënia etnike është e madhe, por jo aq e madhe sa për të harruar pjesë të saj. Më duket se kemi lënë pak në harres Preshevën, Medvegjën dhe Bujanovcin. Asnjë media shqiptare nuk flet për atë pjesë të Shqipërisë etnike, por ne si radio do të shkojmë në çdo cep ku ka shqiptar autokton apo mërgjimtar, në çdo cep ku ka Shqipëri. Dhe unë sonte me mikrofonin tim nga Londra kam hapur një mikrofon tjetër në Medvegj, aty ku na pret profesori i nderuar, idealisti dhe patrioti, ai që nuk ndalet kurrë punuari për Shqipëri dhe shqiptarizëm, zoti Recep Abazi. Profesori i nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në radion ton, radion e zonit të lirë, radion e promovimit të Shqipërisë, dhe faleminderit që pranuat ftesën. Mirë mbrëma dhe mirë se u gjej, Zoti ju bekoft, juve dhe kombin shqiptar. Është kënaqësi sepse në radion ton ne dëgjojmë të folur të ndryshme, në versione të ndryshme, edhe gjuha juaj sonte që vjen nga Presheva, ai dialekt i munguar në përgjithësi me sa shikoj dhe dëgjoj në mediat shqiptare, duket si mua të paktën ma kënaq shpirtin të falenderoj edhe një herë që erdhe të dëgjojmë jo vetëm zonin edhe dialektin e Preshevës, Bujanovcit e Medvegjës, por edhe zonin e shqiptarëve aty që sonte vinë bashkë me ne, vinë tek ne në përfaqësimin e profesor Recep Abazit. Edhe një herë të falenderoj në emrin tim personal, në emrin e stafit dhe gjithë shqiptarisë për atë që ka bani edhe për atë që ka du të na thoni sonde në radion tonë. Faleminderit edhe një herë profesor. Qofshi të nderuar. E kam lexuar biografinë tonë dhe është goxha e pasur dhe nëse ne do ta lexojmë të gjithë biografinë edhe do themi gjithçka keni bë në jetën tuaj, kam përshtypjen që jo një emision, por edhe 10 emisione nuk na dalim, por po e kërkoj nga ti një biografi të shkurtër për dëgjuesin ton, jo duke u hap shumë se thash, është një biografi e pasur dhe nuk na del koha, por me disa përgjithësime, kush është profesor Recep Abazi? Unë jam një mësues i fshatit Sfirs të Medvegjes me punë në procesin edukativ arsimor 47 vite në kontinuitet, në vazhdimsi që nga viti 1969. Jam i lindur me 25 maj në vitin 1948 nga 2 prindër të mrekullueshëm, sepse të gjithë prindërit janë të mrekullueshëm, nana Raza dhe babai Maliqi, ndjes paqin, sepse janë në botën e amshueshme. Ata më dhanë jetën dhe Zoti dhe më mësuan. Më fal profesor se po të ndërpres, ndjes paqin prindërit e tu, po jam i sigurt se në botën e përteme ata kanë shkuar të qetë pasi kanë lënë një trashëgimtar të denjë për përfaqësuar jo vetëm prindërit, por gjithë shqiptarinë në atë zonë edhe kudo. Besoj që e kanë qetësinë e duhur edhe atje në varr. Ndjes paqin. Dash Zoti, faleminderit shumë. Unë jam një fëmijë i fshatit, i rritur në kushte të vështira, po shumë krenare. Kam bërë shkollimin fillor në vendlindje, fillimin e shkollimit fillor në vendlindje, pastaj në një pjesë pak më të largët, një 10 kilometra, atë 8 vjeçar. Shkollën për mësues e kam mbaruar në Gjilan dhe
pas mbarimit të shkollës së mësuesisë ju kam kthyer Medvegjës dhe atje kam filluar punën në shtator të vitit 1969, pa ndërprer deri në vitin 1999, kur më kanë larguar nga puna në kohën kur zhvillohej lufta në Kosovë, sepse unë refuzova në mënyrë demonstrative, ajo ishte në mundësinë time, tjera mundësi nuk kisha, që të mos i kryej urdhrat dhe detyrat luftarake sipas ligjit të Serbisë. Atëherë ata më larguan dhe jam intelektuali i vetëm në atë kohë që largohet me një veprim të tillë, pra nuk luftoj kundër kombit tim. Po, Dhe kështu u bën 47 vite në proceset në punë të ndryshme, në procesin edukativ arsimor, duke filluar si mësues, pastaj si arsimtar, pastaj si drejtor i shkollës, si punëtor profesional i shkollës, edhe nja 4 vite në një fakultet i cili funksionoi në Medvegjë. Kjo ishte puna më e mirë edhe më krenare e imja që e bëra për kombin tim, për vendin tim, dhe edhe sikur të filloja përsëri nuk do ta ndroja këtë, do ta bëja të njëjtën gjë. unë mendoj se jo vetëm ju, po çdo shqiptar duhet ta bëjë të njëjtën gjë në shërbim të se duke shërbyer vendit i ka shërbyer dhe vetes, po në shërbim të vendit ne shqiptarët më shumë se kushdo, pasi jemi të ndarë në pothuajse në shtete të ndryshme, edhe duke qenë larg, besoj që na adhim ky fakt edhe duhet mundohemi me çdo kusht dhe në çdo mënyrë për patriotizëm, për atë dhe për shqiptarizëm, sepse një ditë besoj që duhet të jemi bashkë edhe bashkimi nuk bëhet duke fitur gjumë edhe duke pi kafen për lokale, po bëhet duke punu dhe duke sakrifiku. Profesor, Urdhro, ma. duhet si fillim të na flasësh pak për Medvegjën, për shevën e Bujanovcin. Jeni shqiptar që jetoni në shtetin e Serbisë, armiq historik të shqiptarëve. Si është jeta e banorëve shqiptar në trojet e veta patjetër, por në një shtet tjetër? Aty. Të jesh shqiptar në Preshev, Medvegjën, në Bujanoc, duhet spaku të kesh 3 cilësi elementare. Të jesh fillimisht i fortë, të jesh shumë punëtor, të jesh shumë krenar, të jesh shumë i sinqert edhe shumë i ndershëm. Sepse jeta atje në sundimin e Serbisë që nga viti 1878 e këndej, asnjëherë nuk ka qenë e lehtë. Kështu që ato vështirësi është dashur të përballohen me punë, me përkushtim, me dinjitet edhe me krenari. A i kanë shqiptarët këto cilësi të kërkuara për që qenë të denjë edhe të aftë me jetu në ato troje shqiptare, po në shtetin serb? Unë mendoj që i kanë që e bazoj mendimin në atese edhe për këtë kohë shumë të gjatë që ndrojnë përsëri atje. A janë të barabartë shqiptarët në Serbi me serbt, apo trajtohen si qytetarë të dorës dytë apo dorës tretë, a ku di unë se si mund të trajtohen? Jo që nuk janë, po nuk kanë qenë asnjëherë. Asnjëherë nuk kanë qenë, edhe si kur të ishim të rendit të dytë, ndoshta mund të pranojmë, po se di, a jemi ndonjë refuz që nuk e ka pas një rend. Sepse atje shkelin të drejtat njerëzore, të drejtat individuale e kolektive, edhe të drejtat kombëtare në veçanti. Si jeni me gjuhën shqipe dhe me simbolet kombëtare në ato zona? A ju lejohet gjuha, a ju lejohen simbolet shqiptare? Gjuha shqipe flitet çdo kund në shtëpi, në rrugë, në punë, nga shqiptarët e them, edhe në shkollat cilat ekzistojnë për momentin atje. Ne në Medvegji kemi 2 shkolla 8 vjeçare shqipe edhe një shkollë të mesme të drejtimit ekonomik. Por
kushtet në të cilat ruhet gjuha edhe zhvillohet mësimi janë jashtëzakonisht jo normale për kohën e fillim shekullit të 21, sepse shoqëria njerëzore në këtë kohë ka të arritura të mëdha, të cilat nuk i kapin trojet shqiptare të Preshevës edhe të Medvegjës. Ato zona, do më thënë Preshev, Medvegj edhe Bujanovc, çfarë raporti popullsie kanë? A jetojnë vetëm shqiptar apo ka edhe serb aty? Deri në dëbimin masovik të shqiptarëve të viteve 1878 aty ka jetuar vetëm popullata shqiptare. E pas këtij viti, ato pjesë janë kolonizuar me serb, malazez e të tjerë. E në ditët e sotme aty jetojnë shqiptarët, jetojnë serbët, diçka malazez, diçka pak një numër jo i madh rom e të tjerë. Po, mirë profesor, tani, ato që kanë ardhur dhe jetojnë në ato trojet e juja, si po themi malazez, serbe, kush e di une, a kanë ardhur sepse ju pëlqen ajo tokë, apo kanë ardhur me agent për të mbyt sadopak e për të mbulue shqiptarinë aty, për të thënë se këtu nuk është pjesë e pastër shqiptare, por ka edhe banorë të ndryshëm, edhe me shpresën se duke hyrë një nga ato mund dalin një shqiptar, edhe kështu mund bajnë edhe zëvendësimin e popullsisë me popullsi tjetër edhe shpopullimin nga shqiptarët. Jo që mund të bëjnë, por ata e kanë bërë zëvendësimin e popullatës shqiptare. Kjo pjesë edhe kjo përqindje që jeton tani në ato troja është shumë e vogël krahasuar me popullatën që ka qenë për kohën për cilën folëm. E kjo dihet mirë filli se ekzistojnë edhe të dhëna edhe zyrtare edhe dokumente si është bërë kjo punë, është bërë zëvendësimi i popullatës me dhunë, janë të buar shqiptarët edhe janë sjellë të tjerët. Tani, çdo veprim ka edhe një kundër veprim, themi ne. Do më thënë veprimi i shtetit serb për të zëvendësu shqiptarët me shtetas të Serbisë, a ka hasë ndonjëherë në ndonjë kundër veprim, do më thënë popullsia aty, a i ban qëndres këtij fakti, po përveç kësaj, se ne po futemi çik në Kosovë, besoj që serb bën çmos çfarë të jetë mundur për t'i pengu serb që janë në Kosovë për t'u largu. Do më thënë mundohen që t'u ofrojnë kushte, benefite, ndihma, suport që ata të mos largohen. A ndodh kjo nga shqiptaria për të ndihmuar atë pjesë popullatës shqiptare mos largohet nga trojet e veta, duke filluar nga Shqipëria si vend i am, sepse ne ishim i vetmi shtet shqiptar, edhe pastaj me pavarësinë e Kosovës, besoj që një shtet i dytë shqiptar. A keni pasur ndonjë ndihmë të paktën në kuptimin moral nga këto dy shtete për atë pakicë shqiptare për të paktën për t'i motivu mos largohen, se nuk po them për të bënë një gjatë mëve. A ka ndonjë ndihmë, ka si bëhet, apo vetëm vendet tjera i ndihmojnë njerëzit e vet, edhe në shqiptarët harrojmë se i kemi dhe ku i kemi? Po mendoj se kjo është e ditur, sepse tani gjërat dihen krejt botën edhe në fund të botës se lemon këto pjesë që janë shumë afër trojeve shqiptare. Mendoj që kjo është bërë deri më tani në një mënyrë shumë simbolike, jo në nivelin e duhur, edhe jo me kapacitetet të duhura, por ka pas disa ndihma simbolike, sidomos materiale, edhe nga Republika e Kosovës, edhe nga Republika e Shqipërisë, por ato nuk janë të mjaftueshme, ju që e thatë nëse krahasohet me atë që e bën Serbia për serbët në Kosovë, ajo është shumë larg prej nesh. Po mirë, profesor, se patjetër duke qenë që jeni shqiptar, po jetoni nën terror, ndoshta mund të them, ashtu siç e thoni dhe ju dhe thot shumë kush në Serbi, patjetër që gjithmonë një vesh dhe një sy e keni nga vendi am, se ndoshta do të punojë dhe të luftojë
për të mbrojë të drejtat e tyre, se në fundit ju jeni shqiptarë edhe e ka edhe detyrim kushtetues këtë punë. Në vitin 2013 fitoi zgjedhjet në Shqipëri, po fus pak si politike këtë punë Edi Rama, edhe pam një Edi Rama që ndërtoi marrëdhënie të shkëlqyera vllazërore, po themi, me Serbinë dhe kryesisht me Vučić, me Aleksandar Vučić. Unë ndjet mirë nga kjo marrëdhënie ose nga fitoria e Ramës, se duke pa ju marrëdhëniet e Ramës me Vučić vllazërore, duke i shprehur, domethënë vllazërore, thatë se ndoshta edhe Serbia do t'i shohin ndryshe si respekt për vllaun Rama, por edhe vllau Rama ndoshta do ta thotë një fjalë, se Rama është si punë, nuk e di si themu, nuk du me presh edhe fjalorin, se është vlla dhe me ato, vlla me ne, më falë për shpren, kopil, nuk e di ja mund të quajmë, unë nuk du të presh fjalorin, sepse bisedoj me një profesor, po ajë faktikisht nërta edhe meriton këtë fjallë. Tani, a keni pa ndonjëherë me shpres qanin e Ramës si kryeministër, se mund të jetë një nim për shqiptarët, apo asgjë s'ka bë? Asgjë s'ka bë, edhe fatkeqësisht vetëm se është përkeqësuar situata jonë atje, sepse në ditët e sotme Serbia ndaj shqiptarëve të Medvegjes, Preshevës edhe Bujanovcit aplikon një gjë që nuk ekziston edhe nuk bëhet askund në botë. Quhet pasivizimi i adresave të shqiptarëve banor rezident në ato troje, ku u anulohen të gjitha të dokumentat e mundshme që i takojnë një individi si njeri i gjallë mbi tokë, duke filluar nga karta e identitetit, nga dokumenti i udhëtimit, nga dokumenti për pasurinë me cilën disponon apo cilën e posedon, nga e drejta në punë, nga e drejta edhe në marrjen dhe shfrytëzimin e pensionit, si e drejtë e patjetërsueshme e njeriu pas një pune të bërë gjatë jetës së tij, të drejta në shkollim, edhe të gjitha të drejtat. Në të vërtetë, kjo mosë administrative e quajtur pasivizimi i adresës së personit në Medvegj, Preshevë, Bujanovc e bën njeriu shqiptar inekzistent. Aq më tepër edhe vihet në pyetje edhe varrimi i atyre që ndrojnë jetë, sepse edhe për ata kërkohet një dokument me thonë këtu është varros ky individ NN, ka jetuar këtu edhe është varros në këtë vend, edhe regjistrohet edhe në librat e fundit të kësaj jete, në librën e të vdekur. Me pak fjalë edhe në vendet e pushtuara rrezik që njerëzit kanë të drejta më shumë, jo në vendet e pushtuara se ju gati të pushtuar jeni po në heshtje, domethënë kjo është turp që në zemrën e Ballkanit, Ballkani nuk është një vend i qytetëruar, i modernizuar, demokratik, po themi, po në qendrën e Ballkanit, që Ballkani është në Evropë dhe supozohet që edhe Serbia bashkë me ne kërkojmë të aderojmë në Bashkimin Evropian dhe akoma kemi këtë çast ndaj njerëzve, ndaj shtetasve, se në fundit vërtet që qanit shqiptar ju jeni shtetas serb. A jeni shtetas serb? Apo si mund të spreheni shtetit serb? Komsia shqiptare. Po, shtetësi, domethënë shtetas, edhe Serbia ju njeh si shtetas vet, në pak në kuptimin shtetëror. Edhe ata kanë detyrimin ndaj çdo njeriu që është shtetas në një vend, e ju jeni autokton, nuk është që jeni emigrant të palishëm që keni hyrë dje dhe s'ka që me ju bë, edhe kjo është e tmerrshme. Po tani se nga njëherë për me fol është këtë e thjesht, po edhe kur flasim duhet bazohemi nga disa të dhëna edhe fakte. Tashti kjo që ju sapo thatë, kjo është e tmerrshme, me thënë të drejtën, edhe unë për herë të parë po një gjë sonte, edhe unë prandaj tentoj me mundësitë e mia që të futemi kudo në çdo cep ku ka shqiptari, që të merremi vesh, ta marrim vesh çfarë probleme kanë, çfarë hallesh kanë, sepse unë ndoshta nuk nimoj shumë bashkë me radion ku unë bashkëpunoj, po të paktën jemi në gjanje të ngrejmë zanin. Ky problem që sapo thatë ju, që mos shpifim ndonjë gjë, qeveria shqiptare apo ajo kosovare,
a janë ndjeni të këtij problemi apo thjesht ka ngel si jetim Po ky problem? si nuk janë në djeni, është në djeni Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, si të mos jenë në djeni Kosova edhe Shqipëria, por nuk kanë lëviz në këtë aspekt, sidomos në aspektin juridik edhe diplomatik, sepse këto dy mundësi ne nuk i kemi në Preshevë, Medvegje dhe në Bujanoc. Kjo u ka takua dhe u takon në çdo kohë shteteve amë shqiptare, Shqipërisë dhe Kosovës. Prandaj po them pse kjo një diçka elementare. Ajo aty u treguan një neglizhencë shumë e madhe, sepse me këto vendime që u thash, Serbia e ka shkel ligjet e veta të cilat i ka në fuqi, sepse ka bërë një presedan edhe me vendimet të cilat i kanë nxjerrë organet administrative të Serbisë për arsye se e kanë shkel të drejtën elementare të individit të cilit i sillet një vendim juridik, administrativ, se di si ta quaj, sepse unë nuk jam jurist, po jam mësues, sipas ligjshmërisë e drejta e parë për njeriu të cilit i bëhet një vendim është që ti dorëzohet ai vendim edhe spaku me 8 ditë afat për të ushtruar ankimimin. Organet shtetërore të Serbisë për pasivizimin e adresave i kanë pru vendimet për pasivizim të adresave, i kanë fut në sirtarët e tyre edhe nuk u janë dërguar, nuk u janë dorëzuar njerëzve të cilët i prekin këto vendime. Ashtu që asnjë njeri të cilit ju ka pasivizuar adresa nuk ka mujt të ushtroj të drejtën e ankesës në shkollën e dytë, në të tretën e kështu me radhë. Kështu që këto vendime, si kur të kishte drejtësi, apo të donte të vepronte drejtësia, këto vendime duhet të jenë të anuluara, sepse nuk i janë dorëzuar palës së dëmtuar me këtë vendim. Këtë nuk e bisedon kush. Është inkurajuese apo inkurajues veprimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me rezolutën të cilën e ka pru, disa muaj më parë, edhe Bashkimit Evropian kuptohet me ankesat e asaj pjese të njerëzve në të cilat bie edhe një letër e hapur e imja në ditën e të drejtave të njeriut me 10 dhjetor të vitit 2000, me të cilin ju kam drejtuar Shteteve të Bashkuara, kryetarit Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Bashkimit Evropian, kryetarit Republikës Shqipërisë, kryetarit Republikës Kosovës, kryetarit Republikës Serbisë, edhe pse nuk e di ku ka përfunduar apo a ka rënë vesh të dikujt, sepse përgjigje natë nuk ka, po pastaj edhe me veprimtarët Presheves, Medvegjes, të Bujanocit, e në veçanti të deputetit vetëm në Republikën e Serbisë, zotri Shaip Kamberit, pastaj të Këshillit Kombëtar shqiptar i cili e ka Selin Bujanovc, kanë filluar të lëvizin, ndoshta duket një dritë në fund tunelit, sidomos me vendimin e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, për ndryshe këte ka qendash këtë zëta ngrishin për atje shqiptarve në radhë parë Shqipëria edhe Kosova, sepse ne jemi pjesë e kombit shqiptar. Profesor, a shef televizionet shqiptare ndonjëherë të Tiranës? A shikon televizionet shqiptare të Tiranës? I shikoj shumë rrallë, sepse atje nuk kam program, kur jam Kosova apo në Shqipëri ndonjëherë kur qëlloj rasisht. Do ta tregojnë sepse ta bona pyetjen se nuk ta bona krejt kot. Shqipëria ka njerëz sa dush, inteligjenta, njerëz me mend, njerëz me integritet, njerëz me dinitet. Po ashtu, ka edhe Kosova, ka edhe Medvegja, Presheva, Bujanovci, ka edhe Maqedonia, ka edhe Malizi, ka edhe Çamëria. Por
Profesor, mirë që nuk shef, sepse janë na bën do fytyra që i shohim për natë të njëjtat fytyra. Ne kemi një shprehje, laje thaj. A thush Shqipëria nuk ka më, vetëm ka ato të 5 apo të 6. Tani kanë filluar shqiptarët për me rrit, domethënë popularitetin e televizoreve, kanë filluar me marr edhe nga Kosova njerëz që i ftojnë në studio, duke fol tema të ndryshme, por edhe ato, domethënë ashtu siç janë të Shqipërisë, së Shqipërisë londineze, domethënë ta merr menja, nuk jam gabim them, fytyrat më të këqija domethënë që mund të ekzistojnë, edhe atëherë nuk kanë se si me ndonjë probleme serioze këto njerëz, sepse televizionit dhe mediat në Shqipëri në përgjithësi janë pushtuar nga njerëz servila, nga gazetarë që vënë gjoba, që drejtojnë emisione me agent për të shërbyer pushtetit, edhe unë s'kam pa kur një ndonjë nga zona juaj që ta marrin edhe ti thon fol çaja hallin, ne kaq mundësi kemi, por me hap një dritare, me hap një derë edhe për ju ku të keni mundësi me u ankue e me transportue me qa hallet. Prandaj unë sonte kam ardhur ke ju sepse unë e di, sepse jeni një zonë që jetoni në regjim, jeni një zonë që nuk keni drejta dhe demokraci, keni lirit kufizuar edhe keni nevojë për mbështetje. Edhe mbështetja e parë fillon nga ne shqiptarët e thjesht, nga mediat, pastaj nëpërmjet mediave edhe nesh i bëhet presion edhe qeverive. Kjo nuk ndodh, edhe ne jemi për turp, sepse kur nuk çajmë hallin tonë të njëri tjetrit, kush do të na çajë hallin është pyetja. Prandaj nëse ne jemi media re, media vogël, por ne do mundohemi gjithmonë që të kemi njerëz hallexhi në kuptimin sikur jeni ju, hallexhi në kuptimin e lirisë, të demokracisë e të drejtave. Profesor, duke pas parasysh popullsinë shqiptare, do të jetë besoj mazhoritare, më e madhja në ato zona ku jetoni, apo kanë ndryshuar balancat? Në Preshevë edhe në Bujanovc, shqiptarët janë në shumicë, në Medvegj janë në pakicë, që nga viti 1956, kur është aneksuar komuna e Banjës Sjarinës, ku ka qenë shumica shqiptare, e ka aneksuar komuna e Medvegjës, e që nga ajo ditë kemi mbet në pakicë, e në ditët e sotme jemi në një situatë shumë të vështirë, sepse sipas regjistrimit të popullatës në Serbi në vitin 2004, në Medvegj, sipas vlerësimit të organeve të Serbisë, kanë plotësuar kushtet të regjistrohen vetëm 920 shqiptarë. A ka pushtet lokal në ato zona? Do më thënë në kuptimin e organizimit pushtet lokal. Pushtet lokal ka në Medvegj, në të cilin marrin pjesë 2 apo 3 deputet shqiptar, edhe ka që edhe ata nuk ku dëgjohet zëri fare në pjesën tjetër të deputetve, ashtu që është një situatë shumë e rënduar, një situatë, por jo edhe pa shpresë, sepse besoj që gjërat duhet ndryshojnë patjetër edhe sipas një inercioni të jetës edhe të kohës në cilën jetojnë. Do me thënë ju aty, nuk e di se si e keni të organizuar në komunë apo në bashki, nuk keni asnjë drejtues shqiptar në ato zona që ka fituar me votë, me zgjedhje, me kryetar bashkia, kryetar komuna? Jo. Që nga viti 1956, kryetar komune shqiptar nuk ka pas. E tash as mund të llogaritet më 900 vetë që të bëhet gjë. E kuptoj, po tash nuk ka se për çfarë nuk ka? A ka zgjedhje aty, domethënë derisa popullsia është më e madhe, apo shqiptarët nuk bashkëpunojnë me njëri tjetrin, janë të ndarë edhe nuk bashkëpunojnë? Jo, ka zgjedhje, por në Medvegj dikun rreth 4000 njerëzve me të drejtë vote është pasivizuar adresa. Me pasivizimin e adresave, ata janë hjek prej listave të votuesve, prandaj nuk kanë të drejtë as të votojnë, as të jenë të votuar. Me thënë të drejtën, unë pasim bërë shumë mirë që të pasim thirësone, se pasim pas nevojë edhe vetë unë për informacion, se kjo për më duket me të vërtet një skandal, edhe unë ajo që nuk kuptoj, unë kuptoj ata që thonë ju, edhe kuptoj që në një shtet
me qenë në një shtet si Serbia, edhe me qenë shqiptar, edhe ma keq mund bajnë kur të jepet rasti, por nuk kuptoj qëndrimin tonë që është këtë pasiv edhe këtë heshtje, pa është skandal i vërtet. Po shqiptarët aty në ato zona a janë të punësuar në institucionet shtetërore? Unë po flas për komunën e Medvegjës, sepse është diçka më e mirë situata në Presheve dhe në Bujanovc, për arsye se Preshev jetojnë 97% shqiptar, në Bujanovc rreth 65% shqiptar, kurse në Medvegj u tregova pak më parë. Prandaj ne atje nuk kemi asnjë udhëheqës në organet shtetërore, kemi një numër shumë të vogël, as simbolik, që punojnë në polici, e pjesa më e madhe janë punëtor në shkolla, sepse s'mund punojnë të tjerë, për ndryshe edhe aty s'do t'i linin shqiptar. Do me thanë me pak fjalë, edhe gjuha shqipe nuk njihet në institucionet serbe të asaj zone. Unë kam qenë një kohë edhe këshilltar i Kuvendit Komunal Medvegj, jam i vetmi nga këshilltar në historinë e Medvegjës që kam fol, pa pyet kam fol shqip, gjithmonë në dikun 3 mandate, edhe ajo ka sjell që në komunë të funksionoj një lloj përkthimi edhe punësohen s'paku 1-2 persona shqiptar për të përkthyer diskutimet që i bënim në Kuvendin Komunal. Tani në ditët e sotme as ajo nuk funksionon, ashtu që në organet, në letër ekziston si e drejt, po nuk në praktik nuk zbatohet as pak, sidomos në organet e pushtetit. Do me thanë jeni si se mund të pa njoftun fare, do me thanë edhe me këtë pasivizimin, edhe me këto një pjesë edhe të pa regjistru, një pjesë, nuk e di, a thu mos i takon Shqipërisë paktën me ju dhënë pasaporta. Jo që i takon more vëlla, po ajo është obligimi i shtetit tam, edhe që çështja, situata njerëzve me adresat të pasivizuara, mendoj që ka qenë dashur, po pasi që nuk është bërë deri më tani, s'paku duhet të bëhet shumë shpejt, që ata njerëz të evidentohen si njerëz të pa kurfar dokumenti, të ulshohen nga një shtet, qoftë i Evropës, qoftë nga shtete shqiptare, dokumentet përkohshme që të mund të lëvizin edhe të mund të evidentohen si njerëz të cilët jetojnë sot në rrezullin toksor. Pa fajin e tyre janë pa dokumenta. Pa fajin e tyre nuk mund të lëvizin kurkun, nuk mund të dalin as nga dera e shtëpisë. Nuk janë as sigurt, edhe mund edhe të mbajnë përgjegjësi pse janë pa dokumente, mund të sipas ligjit në Serbi, në qoftë se nuk e ke dokumentin e identifikimit me veti edhe në shtëpi, ka të drejtë organi kompetent me të arrestuar dhe 30 ditë me të bajtë në arrest pa të pyet pse e çka u base. Kështu që ky është një problem i madh me cilin duhet të merret edhe bashkian ndërkombëtare, jo ndoshta vetëm në mënyrë në përzyre, por me thënë që këta janë njerëz të gjallë, këta kanë nevojë të lëvizin, kanë nevojë të shkojnë te mjeku, kanë nevojë të shkojnë te familjarët e tyre, e ne nuk mund të lëvizim sepse ju e dini që nuk ka lëvizje pa dokument të identifikimit edhe të udhëtimit as jashtë pragut të shtëpisë. Jo, kjo është e çuditshme, domethënë në një shtet bile po ja u hapi edhe një mendim kështu shumë publik me të cilin e kam diskutuar me njerëz kur kam pas mundësi. Duhet spaku në Prishtinë apo në Tiranë të hapet një zyrë vetëm për këtë çështje, të ftohen njerëz, të regjistrohen edhe të dihet numri i saktë, edhe të dhënat e sakta e atyre njerëzve të cilët i kanë adresat e pasivizuara e u mungon çdo dokument, edhe të kërkohet një zgjidhje deri në zgjidhjen definitive të këtij problemi për ata njerëz që të mund të jenë njerëz të shekullit
të fillim shekullit të 21. Profesor, unë këtu sonte jam në bisedë me ty, nuk jam për me sha Edi Ramën, as me lavdrue, as me folmir, as me përkes. Por, me fal, jo, du me dalë diku tjetër. Se në momentin që ky u bë kryeministër, ky shkën në Beograd dhe tha Kosova është shtet i lirë dhe i pavarur. Edhe një pjesë e shqiptarëve ca idhtar të Edi Ramës thanë, shikoni Edi Rama është burr shteti, shikoni çfarë ju tha në mes të Serbisë, në mes të Beogradit se Kosova është e lirë. Po ju them ju është shqiptar, që ju e votoni Edi Ramën, shikoni çfarë ka bën Edi Rama, jo çfarë ka bën, çfarë nuk ka bën. Shqiptarët që jetojnë në territorin serb nuk kanë atë më të thjeshtën që e ka të detyrueshme shteti të jap një dokument identifikimi, një dokument rrugtimi. Ata janë të burgosur si me qenë në një burg të madh, ndoshta pa tela, por me kufizime ma shumë se në burg. Pra, ky shtet shqiptar që lejon që popullsia shqiptare jashtë atrojeve të jetë kaq e diskriminuar, se kjo duke sikur jemi 10 shekuj përpara, se kjo marrëmendja nuk ndodh në një vend të botës që njerëzit autokton banues aty, jo kriminela, mos kenë dokumente e tjenë të pa identifikuar edhe të kenë frikë me dalë përtej oborrit të shtëpisë. Pra, ja ku dalin sekretet e kësaj qeverie shqiptare që nuk ban asnjë gjë për shqiptarët, thjesht dele plas një shashk, gjëja tha një fjalë. Doja ti drejtohesh Edi Ramës sikur të na ndiqje e ti thosha Edi Rama ja si jetojnë shqiptarët në regjimin e vllaut tan Aleksandr Vučić dhe ma pas faqen e zez. Unë ndjehemi të tërpruar, profesor sonte, për këtë situatë dhe për këtë fjalë që dëgjoj, sepse është përgjegjësi e madhe edhe shqiptarëve që ne jemi në këto kushte. Gjithsesi, profesor, jeni një gjon? U dëgjoj. Jeni ndërthemeluesit e subjektit autokton politik shqiptar, Lëvizja Demokratike për Integrim LDI. A vazhdon funksionimi i kësaj lëvizje? Fatkeqësisht jo. Që nga viti 2010 jo, për arsye se në atë kohë Serbia ndryshoi ligjin për regjistrimin edhe mbajtjen e subjekteve politike me një numër më të madh, të cilin ne smujtëm me plotësue për shkak të numrit vogël të banorëve me të drejtë të themelimit subjekteve politike. E në fillim kur është themeluar ky subjekt, i cili ka pas rezultate të dukshme, pa të shtuar numrin e deputetëve në kuvendin komunal, edhe merreshim me problemet aktuale jetësore të shqiptarëve të Medvegjes. Në fillim të themelimit ishin vetëm 100 nënshkrues duheshin për me themeluar subjektin. Atëherë e themeluam, po për ta mbajtur më vonë ndryshoi numri i themeluesve apo mbështetësve për themelim, edhe kështu nuk mund ta plotësonim atë kusht e ka pushuar së vepruar ai subjekt, i cili ishte në historinë e shqiptarëve të Medvegjes i vetmi subjekt autokton politik. Po, a ka sot lëvizje politike shqiptare? A merren shqiptarët në politikë në ato zona? Po, shqiptarët merren me politikë shumë, por sun po ja qellojnë të bëjnë politikën e dur, ndoshta, apo gabohem. Janë 2 deg nga Presheva dhe Bujanovci themeluara në Medvegj. Ato i ka një numër të vogël të njerëzve, të antarëve, mundësi jo të vogla, po as pak të mundshme për të bërë diçka. Do më thënë, a mendon se dëgjoj, profesor, tani janë do halle do probleme, po nuk i qave, nuk ti qa kush. Do më thënë që a ka ndonjë organizim atje, ose nëpërmjet kuj ajo popullat mund drejtohet, mund t'i qajë një hall, edhe pasaj dikushi du të prinjë aty, që shkojë në Tiranë, takoje kryeministrin shqiptar, takoje kryetarin e parlamentit, ministrin e jashtëm, apo t'i drejtoje si institucion, letër një ambasadës amerikana,
president amerikan, Bashkimit Evropian, Britanisë Madhe, ku ta di unë, a ka ndonjë lloj organizimi që mundohet ta mbaj gjallë shqiptarinë, ta udhëheqë lëvizjen, ta bashkoje edhe të merret me problemet e vendit. Po mund të gjenden forma të tilla edhe mendoj edhe në Medvegje edhe me këtë numër të vogël të njerëzve, sepse thot populli me atar me cilin e ke, me atë mund të luftosh, me atë që se ke mund t'jetë e mirë, po s'mund bësh gjë. Prandaj ne duhet bazohemi në forcat vetanake, cilat i kemi, ndoshta këtë punë duhet ta bëjnë, mund ta bëjnë edhe duhet ta bëjmë ne intelektualet që jemi atje, të nisim diçka të lëvizim, edhe kemi provuar, unë ja u thash disa prova që janë bërë atje edhe nëpërmes deputetit, edhe nëpërmes Këshillit Kombëtar, edhe nëpërmes intelektualëve, por s'na kanë dhënë deri më tani, në të vërtetë nuk janë edhe pa rezultate, por nuk janë rezultatet e duhura. Duhet provohet në çdo mënyrë, që kjo situatë siç është kështu të mos mbetet, sepse është situatë e cila sjell gjendjen katastrofike të popullatës në ato troje. Thatë më duket më lart se një përfaqësues shqiptar nga ato zona është në parlamentin serb, apo jo? Po është. Vetëm një? Po, vetëm një. Do më thënë, ai është i zgjedhur me votat e shqiptarëve të atyre zonave? Me votat e shqiptarëve është i zgjedhur, për ndryshe do të zgjidhej. Po, banori atyre zonave apo jeton në Beograd? Jo, ai është banori Bujanovcit, i zgjedhur me votën e shqiptarëve atje. Po mendoj, kur them me votën e shqiptarëve atje, mendoj në 3 komunat shqiptare. Po, e kuptoj. Do më thënë, përdesa 3 komuna kanë rritë me zgjedhë një deputet, nuk është se mungon edhe forca, dakord, nuk është një forcë e madhe, po të paktën një zonë në parlament është. Ai e justifikon atë vot, e justifikon vetën e ngrezen zonin e shqiptarëve, apo sepse duke qenë institucion, duke qenë deputet, ai i ka mundësitë që në qoftë se don, nëse e ka në gjak, si themi ne, që t'i kërkojë do të drejta, por ndryshe, ndoshta kënaqet me rrogën që merr dhe nuk e di, po a lëviz? Nuk është njeri që është kënaq me rrogën që ka marrë, ai në bazë të mundësive të tij ka bërë boll, është munduar boll, edhe mundohet çdo herë që të ngrisë zërin e shqiptarëve për të drejtat e tyre, jo jashtë ligjore, po vetëm sikur të drejtat që u takojnë të gjithëve atje, por një zë është i vogël që të bëj atë, megjithse është një zë i cili tingëllon edhe është i pandalur, edhe pse është i vetëm. Unë mendoj se për te zonin në parlament, ai tani e ka marrë përsipër, është person politik, është person në parlament, besoj që duhet punoje, unë po e jap si këshill sepse nuk e njoh edhe nuk do ta paragjikoj se s'ka punu. Duhet punoje çik edhe me popullin aty, që mundohen të jenë të bashkuar, që të paktën të zgjedhin një kryetar komuna, të paktën të jenë bashkuar kur bie puna, sepse nëse populli aty i bashkuar, edhe ai ka njerëz mas vetes, edhe fjala atij është çik më e rëndë, hes më shumë, ndërsa kur nuk i shkon kush mrapa, atëherë edhe ai bëhet edhe me dob. Besoj që ai duhet punojë fort për të rritur një farë uniteti ndër shqiptarët aty në trevave, që të vazhdojnë të përpiqen, sepse me përpjekje, me luftë jo me pushë, po me luftë, po themi politike, mund nesër mas nesër mund dalin edhe 2 deputeta, mund krijohen mundësi të reja për shqiptarët, sepse unë shoh se jeni në vështirësi edhe keni mungesa, po jo gjithçka keni në dorë, sepse mbi të gjitha më negativja jetoni në një shtet si Serbia, ku sidomos me shqiptarët është shumë e egër, edhe veprojnë si me qanë në kohën e mesjetës, edhe jo si me qanë në këto kohë kur ne jemi turp për ata, por keq për ne që nuk po arrim që të gjajmë betën, edhe unë sone po kryoj një bindje. Nuk e pas kem pa ditë se si është puna atje, po me thënë drejtën, më dhimbë se ajo situatë më vjen shumë keq, edhe duke filluar që nga unë ne shqiptarët duhet ta ngrejmë zanin për vllezërit
e motrat tona për te kufive e sidomos aty ku jenë ju që pas ka mungesë lirie dhe demokracie të theksuar. Profesor, Urdhro. jeni ambasador i paqes Po, në Tiranë. po, Jeni antar i Akademisë së Arteve të Evropës. në Paris. Në Paris, po. Antar i Po. Forumit Ndërkombëtar për Drejtat e Njerëzit në Frankfurt. Në Kryetari i- Frankfurt, Gjermanisë. Po, kryetari i Kuvendit të Shoqatës së Shkrimtarëve Phoenix në Preshev. Po, Tani duke qenë ambasador i paqes. po, Do më thënë, duke qenë edhe antar i Forumit Ndërkombëtar për Drejtat e Njerëzit në Frankfurt. po. Në këto kur bani takime në këto lloj, a e transmetoni këtë lloj situate që është në Shqipëri dhe a keni marrë një herë një premtim për ndonjë njëm, se sidomos Forumi Ndërkombëtar për Drejtat e Njerëzit duhet të jetë i informuar për çfarë ndodh atje, edhe ndoshta ata duhet vinë ta shohin edhe nga afër se. Në të gjitha këto vende, edhe në të gjitha vende tjera ku mu ka dhënë mundësia që të më dëgjohet fjala, i kam njoftuar me këto gjëra që po ndodhin në atë pjesë të trojeve shqiptare dhe në atë pjesë të botës në instancë të fundit. Edhe në Bonn, edhe në Frankfurt, edhe në çdo vend i kam njoftuar, edhe kjo ka pas rezultate, sepse në vitin 2005, me 25 mars, kur ka Kuvendi Kombëtar Shqiptar me seli në Tiranë, ka organizuar konferencë shkencore për Preshevën, Medvegjën e Bujanovcin, ka ardhur sekretari gjeneral i Forumit për të Drejtat e Njerëzit nga Frankfurti, edhe ka mbajt një fjalë aty, edhe ka thënë publikisht se ne jemi të njoftuar për situatën në Preshevë, Medvegjë e Bujanovc nga profesor Recep Abazin nga Medvegja. Profesor, unë të ndjek vazhdimisht në Facebook. Po. Ne jemi njohur bashk te Kuvendi i Veriut edhe kjo tregon ishte kënaqësi edhe për mua atëherë. do më thënë kjo tregon që edhe angazhimin tuaj që kudo që ndërmerret një lëvizje për patriotike për shqiptarët, ju jeni i pranishëm, por ju ndjek vazhdimisht, ju rrall herë jeni atje te shtëpia jote, unë të shikoj kudo, bile herën e fundit që në Sarajev. Çfarë aktiviteti kishit në Sarajev këtë radhë që ishit? Sot jam kthyer në mëngjes nga Sarajeva, kam udhëtuar tërë natën me autobus, atje ishte në bazik një aktivitet sportiv, vrapim maratonik, në cilin merr pjesë një shoku imi nga Prishtina, Femi Stublla, një atlet shumë i mirë nga Kosova, unë shkova vetëm për me përcjell aktivitetin, edhe pata kënaqësinë të kam edhe takime edhe me shqiptarët që jetojnë në Bosnë dhe Hercegovinë, me kryetarin e shqiptarëve të Bosnës dhe Hercegovinës, edhe me ambasadorin e parë të Bosnës dhe Hercegovinës që ka qenë në Tiranë, e i cili fatmirësisht është nga Svirca ime Medvegjës, me cilin jemi rrit bashkë në Svircë, zotri Muharrem Zejnullahu. Edhe për atë këto kanë qenë motivime edhe më të mëdha se sa të përcjell aktivitetin sportiv që shkova në Sarajevo. Shumë bukur. Aktivitetet nuk i keni vetëm sportive, i keni politike, i keni patriotike, i keni kulturore. Në çfarë situata është më thënë ajo zonë në kuptimin e kulturës, së traditës shqiptare, apo ruhen traditat, zakonet, trashëgimia, apo ka një farë ndryshimi drejt asimilimit? Ne për momentin, them simbolikisht, e kemi angazhimin më të madh të ruajmë jetën e shqiptarëve në Medvegjë, e bashkë me atë tani vjen edhe kultura, edhe tradita, edhe zhvillimi ekonomik e të gjitha të tjerat. Për ndryshe, unë me shokët e mi kam themeluar një grup artistik të cilin e kemi quajtur Shpëtimi, me cilin fillimisht kemi ndalë harresën
traditave të folklorit, të këngës shqipe, të vallës shqipe, në atë nivelin që e kemi nxanë, edhe me atë pjesë të trashëgimisë kulturore kemi njoftuar të gjitha trojet shqiptare në Ballkan, madje këtu nën kuptoj Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi e të tjera, pastaj kemi pas mundësi që këtë pjesë trashëgimisë kulturore shqiptarëve të Medvegjes ta prezantojmë edhe në Turqi, edhe në Austri, edhe në Zvicër, edhe në Gjermani, edhe në Itali, e kështu të gjitha këto me finansimet vetanake pa ndihmën askuj. Do me thënë nuk ka asnjë lloj fondi që mund japi shteti, ai serb ose shqiptar për sa i përket aktiviteteve që Jo, këtë ne buhet. kemi pas rast të thot dikush që ju keni nevojë për këtë lloj ndihme, edhe kështu veti kemi buluar të gjitha ato harxhime që shkakton udhtimi e qëndrimi në vend tjetër e kështu. E kuptoj. Do me thënë, zhvilloni dhe aktivitete aty që marrin pjesë shqiptarët, dakord, në kushte të vështira, por thjesht sa me trashëgue kulturën e traditën e shqiptarëve. Do me thënë, nuk janë gjanat këtë në heshtje. Jeni të lejuar që të bani aktivitete të tilla kulturore, artistike. Jemi edhe s'jemi, ne kemi pas 2 takime tradicionale, cilat i kemi organizuar e mbajtur në Medvegj, njërin me 1 maj, ku të boheshim në fshatin Tupall të gjithë qytetarët e Medvegjes, dhe jo vetëm të Medvegjes, po vinin edhe nga Presheva, edhe nga Bujanovci, edhe nga Kosova, madje edhe nga Mërgata shqiptare, edhe patëm filluar në kohën e fundit, më tepër se 10 vjetore kemi bërë edhe një aktivitet tjetër, të cilin për herë të parë kemi mbajt në një livadë të quajtur Livadhi Halilit në qiellin e hapur, sepse s'na u lejua të bëjmë në vend tjetër, e që pastaj vazhdoi ai takim në Bajtësi e Arinës, por fatkeqësisht organet komunale të momentit në vitin e kaluar nuk kanë dhënë leje për me mbajt as atë takim, as në Tupall, as takimin e Bajtësisë së Arinës, edhe fatkeqësisht që po ofrohet 1 maj, bisedova me përfaqësuesin e zyres së Këshillit Kombëtar Medvegj, thasha po takohemi në Tupall për 1 maj, tha jo, nuk do të takohemi, që do të thotë po bëhet viti i dytë që këto 2 takime nuk lejohen të organizohen më. A ka në ato zona ndonjë institucion a një ndërtesë, domethënë, që ku ngrihet flamuri shqiptare apo nuk është i leju në flamuri shqiptar? Jo, flamuri shqiptar atje është ndaluar me ligj. Bile kemi pas prova, orvatje, me u bërë me dije se jemi shqiptare, kemi nevojë për simbole kombëtare, për të gjitha të drejta kombëtare. Ata që kanë provuar atë, kanë dhënë përgjegjësi para organeve shtetërore, sepse kanë bërë gjoja shkelje të ligjeve për punë të ndaluara. Po. Do me thënë, edhe flamurin që i nalu me Nuk e di, vetëm të një plotësim, nuk e di a keni po në vitin e kaluar, në Preshevë është ngrit në kuvendin komunal kryetarja e komunës Medvegjes, zonja Ardita Sinani, një ngjajsh me Mesmal Qemalin në një dritare ka ngrit flamurin kombëtar, po jo me lejen e ligjit Serbisë, e nuk e di a kanë marrë përgjegjësi ajo, për ndryshe parasojnë edhe në Bujanovc ka pas këto tentimesh, edhe kanë dhënë përgjegjësi në 28 nëntor në Bajin e Sjarinës, në hotelin e Bajit së Sjarinës, ne intelektualët e Medvegjes dhe kemi bërë ngritjen e flamurit kombëtar për herë të parë, por në objekt të mbyllur në një sallë. Nuk na ka marrë kush në përgjegjësi, sepse s'ka qenë jashtë objektit, por edhe ajo simbolikisht është bërë në një mënyrë, po këto nuk janë mënyrat veprimit
sepse ajo duhet lejohet me ligj dhe të bëhet publike, të vetë flamuri edhe të simbolizoj ekzistencën e shqiptarëve në atë vend, se ne nuk jemi aty as rastisht, as nuk jemi minati, as nuk jemi me forcë, po jemi aty sepse na ka krijuar Zoti. Duke përjashtuar instancat shtetërore, shtetin domethënë, si janë Po. bashkëjetesa me pjesë të tjera, me komsitë e tjera në ato zona? A jeni të Me ndarë njerëz apo të rëndom të është jeta normale. Fatmirësisht nuk ka incidente, nuk ka probleme, respektohen si kojshin njëri me po. tjetrin. Unë i kam të gjithë fqinjet i kam serb, respektohemi si njerëz, po njerëz të thjesht janë gjithmonë të mirë dhe janë gjithmonë njerëz që meritojnë respekt. po në zyrat e shtetit kur do që të shkoni, a ju shohin me përçmim kur e marrin vesh se jeni shqiptar? Fasada ekziston gjithmonë, vllajim. Edhe duket jep një pamje të mirë. Po, por thikën mas shpinë. Për brenda nuk dihet atë din veç Zoti. Megjithse bima e ke po kur e mbjell në orë, duket që s'ke bërë kur gjë, pas një kohë mbin vetë atëherë shef çka është. Neve na duhet në çdo vend na duhet një kohë me prit derisa ta shohim çfarë do të mbi. E vërtet. Duke qenë se siç e thamë edhe më lart, lëvizni kudo. Ja, këtë radhë ishit në Bosnjë Hercegovinë, po takut edhe shqiptarë, shkonin në Kosovë, vini në Shqipëri. Isha në Kroaci para 3 vite, edhe do të shkojnë në Zor të 300 vjetorin e vendosjes së arbreshve në Zor, me 6, 7 dhe 8 maj. Kudo që shkonin pra, domethënë rrugtimet që banin përgjithësi kanë karakter patriotik, karakter nacionalist. A diskutohen ndër shqiptar ndër vetë, domethënë në këto zona për bashkim kombëtar apo ngjerët thjesht si diskutim që bën nganjëherë dikush sa për të duk në para një kamere ose para një fotografie? A diskutojnë shqiptar për bashkim? Nuk diskutojnë shqiptarët për bashkim kombëtar, po duan bashkim kombëtar. Domethënë e duan shqiptarët. Jo vetëm diskutim, por e duan atë. Jo, se dëgjoj tani, kjo dashuria pa shprehme ka njëherë duket sikur nuk duket, pra ne them unë që duhet edhe ta diskutojnë, ta shprehin se e duan, se që ta marrin vesh bota që shqiptarët e duan bashkimin. Domethënë, jemi mendimit se shqiptarët e duan bashkimin kombëtar. Patjetër. Atëherë pyetja tjetër që vjen mas kësaj. Po. A janë të angazhuar shqiptarët, a punojnë për këtë punë? Unë mendoj se punojnë, edhe mendoj se kjo do të ndodhin në momentin e duhur kur Zoti e cakton atë moment. Po u them se unë e mbështes një nismë në këtë aspekt me themelimin e institutit për studimin dhe platformën për referendum kombëtar i themeluar në Tiranë para disa vitesh, edhe e shoh si të vetmën mënyrë që ne të punojmë për sjelljen e ligjeve të Bashkimit Evropian në trojet shqiptare, edhe ta përdorim mjetin apo veglën apo instrumentin më të madh, më të fuqishëm edhe më real demokratik që Perëndimi e quan edhe e aplikon e që është referendumi për çdo çështje. Prandaj edhe kam mbështet këtë nismë, edhe ne shqiptarë sa më parë ta bëjmë këtë që ta përqafojmë referendumin kombëtar, atëherë ne do t'i zgjidhim të gjitha çështjet me një mund më të vogël, me një sakrificë më të vogël edhe me një lodhje më të vogël. Është vërtet, po domethënë ne shqiptarët zakonisht ndoshta e fillojmë një nismë, pastaj fillojmë me harrojmë, shpresoj të mos lihet edhe në harre, sepse koha po ecën me hapa të shpejta dhe ne duhet lëvizim një çik, ndoshta nuk kemi forcë me bëj shumë, po të paktën ne duhet ta ngrejmë si probleme dhe ta kemi mendin aty, pastaj
menimin e Zotit si shtatë dhe ju, ndoshta do të bëhet, por ajo thjesht vetëm me një nismë pa e organizuar referendumin, se edhe referendumi besoj që është një presion i madh nëse bëhet, patjetër po bë, do të dali pozitiv për bashkimin, kështu që është një presion ose edhe një thirrje edhe ndaj organizmave ndërkombëtare dhe shteteve të fuqishme që ndoshta ato kanë në dorë me na animu në qoftë se duhet. Para se të shkojmë tek pika e fundit që është i çik për se ju jeni dhe poet, shkrimtar, publicist, duhet futem vetëm pak në Kosovë. Drejtuesit kryesor të UÇK-s janë në Hag. Po. Edhe u bën ca kohë që janë aty dhe nuk e di se si do të dalin, gjyqi po vazhdon. Çfarë mendimi keni për ato njerëz që janë aty në Hag? Mendon se është një lëvizje e gabuar e gjykatës speciale? Mendon që ato mund të jenë të fajshëm edhe në fund nëse ata janë të fajshëm, a e kompromenton lëvizjen e luftën e UÇK-s fajësia e këtyre drejtuesve kryesor të saj? Fillimisht, çdo njeri i cili burgoset, burgimi i njeriut, ajo është faza e parë, po derisa mos të dënohet, ai duhet jeti pa fajshëm. Po, kështu. Po, tani si njerëz më dhimbën që janë burg. Në veçanti më dhimbën si shqiptar, ekstremisht në veçanti si njerëz të cilët kanë vurë në disponim jetën e tyre për lirinë e një pjesë të kombit që tani e quajmë në Kosovë. Çështja tjetër, a do të dënohen, as do të dënohen, ajo varet prej organit i cili ka kompetenca ta vlerësoj atë. Unë nuk e di, por mendoj atë që kanë bërë ata për kombin, për shqiptarin. E ne shqiptarët jemi pjesë e njerëzisë të botë, mendoj që e kanë bërë më të madhen të mundshme në një moment të caktuar. Për pjesën e përgjegjësisë nuk mund të flas, se s'kam kompetenca të vlerësoj. Por, mendoj që gjykata, unë kam besim në çdo gjykatë e cila është e vendosur prej një trupi kompetent, gjykata nuk guxon me gabue. Prandaj, në qoftë se nuk mbajnë fajsi, ata nuk do të dënohen. Po në qoftë se kanë bërë ndonjë gabim, ata për atë gabim ekziston ligji e sankcionon. Por përgjegjësia është individuale, përgjegjësi kolektive nuk ka në këtë aspekt. Prandaj ata në atë pjesën kur kanë qenë prisë të luftës e kanë bërë punën e shkëlqyer të veten, por kjo nëse kanë bërë ndonjë lëshim në cilin nuk mund të besojnë bazë të veprave të tyre madhore që i kanë bërë, por s'di tani çka të them, atëherë ajo nuk është përgjegjësi kolektive, nuk mund të përgjithsohet për tërë ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Okej, të falenderoj edhe për këtë përgjigje, profesor. Tani shkojmë te një angazhim tjetër i juaj, që është shkrimi. Je poet, shkrimtar, publicist? Po. Çfarë shkruan, si shkruan, ku boton, ke botuar ndonjë libra, çfarë, nuk na jep ndonjë informacion se ku mund të lexojë lexuesi, çfarë mund të lexojë lexuesi nga tia, nuk e di diçka, domethënë rreth kësaj i angazhimi. Unë shkruaj në shtëpi, shkruaj në rrugë, kudo që qëllojnë momente të caktuara, tani këtë na ka lecuar ky telefoni i mençur i kohës që po e quajnë. Unë vonë kam filluar të shkruaj sepse përpara kam punuar. Edhe në gjëja tjetër që kam filluar të shkruaj vonë, e kam vlerësuar si përgjegjësi të madhe të shkruash diçka për opinionin, sepse të them kam pas një lloj frike, apo ja qëlloj atë të duhurën, apo jo. Edhe sot nuk jam në sigurt të ja ka qëlluar ajo, po shkruaj. Kam të nxjerrura 2 libra me poezi, edhe disa libra në prozë,
si bashkautor, jam i përfshirë në disa antologji të cilat i kanë shkruar të tjerët, e me publicistik më ka shti jeta, sidomos pas luftës, pas i ndryshoj situata, në fillim kam qenë edhe unë një lloj refugjati 2 vite, në vitin 1999, kur u thashëm kanë larguar nga puna, kam qenë ai i cili ka nda fatin e popullatës shqiptarëve të Medvegjës dhe mua më kanë përzënë prej Medvegjës, më kanë larguar nga puna dhe më kanë përzënë, e 2 vite nuk na kanë lejuar kthimin as pak, e aty tani kam filluar të shkruaj për situatën e Medvegjës, e njerëzve të Medvegjës, që të din njerëzia se çka po ndodh me neve atje. Kjo është publicistika me cilën edhe sot merrem, shkruaj në Facebook, shkruaj në gazeta të cilat i pranojnë ato shkrime kështu. Po, me qenë se na shove punën edhe një herë të shkollat e arsimit, me qenë se keni qenë mësues. Tani, çfarë shkolla ka, domethënë deri në çfarë niveli ka shkollë në Presheva, Medvegjë, deri në çfarë niveli shkollë, domethënë mesme, të lartë, ku ta di unë universitet. Në Medvegjë kemi 2 shkolla shqipe fillore prej klasës parë deri në 8-ën. Njëra është në fshatin e herojit Xenel Hajdini në Tupall, edhe mban emrin e tij. Dikur e ka mbajt edhe në Bajsjarin shkolla fillore Xenel Hajdini, po aso ja kanë jek në vitet të 90-ta, ku edhe jam gjunahtar që nuk jam pajtuar me atjekje të emrit Zenelit, edhe aty ka filluar konfrontimi im me sistemin e atëhershëm të Miloševićit, unë kam thonë këto janë pa drejta që i bëhen shqiptarve, edhe kemi vazhduar deri në 99-ën si ujku dhe qenxhi e kështu, dhe e kemi një shkollë të mesme, një drejtim ekonomik. Po, duhet të nërpres, pak duhet të më fal profesor, duhet se me qenë se përmendën shkollën e Xenel Hajdini, ju keni qenë i pari mësues që keni mësuar shqip në atë shkollë. Jo i pari, jo, kanë qenë para mirë, po unë kam qenë në një fshat të Medvegjës që quhet Staraboj, i pari mësues shqiptar në vitin 1970. Domethënë deri në atë kohë nuk mësohej shqip aty. Deri në atë kohë mësonin nxënës shqiptar në gjuhën serbe. A e kuptoj. Tani edhe një pyetje. Po. Aty ka nevojë, ajo zonë ka nevojë për mësues, ka nevojë për kuadër, ka nevojë për njerëz me arsim. Ato njerëz ku studiojnë shkolla të larta? Studimet shqiptar të asoj one i bëjnë në Prishtinë, në Tiranë, në Tetov, kudo që munden. Ju krijojnë lehtësira për këtë punë, për të studiuar, sepse studimi ka edhe shpenzime. Po hajde, shpenzimet për neve nuk janë të lehta, po nuk janë të rëndësishme. Për neve është katastrofike që diplomat e Kosovës nuk i nje Serbia. Prandaj ato kuadro që fitojnë diplomat e fakulteteve në Kosovë, fatkeqësisht edhe në Tiranë, sepse është një procedurë e rënduar edhe për ata, nuk i pranon Serbia, ashtu që ato kuadro nuk mund të punojnë në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc. Mund të them se në Medvegjë, sidomos, Medvegjë është në situatë katastrofike me të gjitha gjërat, edhe në aspektin kadrovik në për shkolla. Në 2 shkolla shqipe, Medvegjë janë të punëtor të kualifikuar, profesori gjuhës shqipe Fadil Mustafa, i cili e ka lënë fushën e Kosovës, punën fushë Kosovës, edhe u kthye me punuan Tupall. Profesori Hamdi Halimi nga Svirca është kthye në Bajt Sjarinës, profesori kimis, e mbulon Tupallën edhe Bajin e Sjarinës, edhe tjerë të kualifikuar, edhe kemi profesoreshën Arbenita Syla, e cila jep gjuhën shqipe në shkollën e mesme të Medvegjës. Këta janë të kualifikuar, të tjerët janë të gjithë pa kualifikime për mësimdhënie. Gjatë gjithë jetës suaj, profesor, kur keni jetuar më mirë edhe kur më keq?
Domethënë besoj që kesh keni jetuar gjithmonë, po në mes të kësaj keqes, kur keni jetuar diçka më ndryshe, keni pas ndoshta ndonjë të drejta liri më shumë, domethënë që nga ajo që mani men ju. Ajo ka qenë periudha viteve 74 me ato amandamentet kushtetuese në ish RSFJ që janë bërë. Atyre ka morë pak frym shqiptaria në tërsi, në ish Jugoslavin, mande edhe në ato pjesët tjera, por fatkeqësisht ajo s'ka zgjatë shumë deri në vitet e 80-ta, sidomos pas vitit 81, në mënyrë radikale ka ndryshuar dhe është përkeqësuar situata në pjesë shqiptare të Preshevës, Medvegjës e Bujanovcit, edhe ekstremisht nga viti 2016 me pasivizimin e adresave. Profesor, unë kam një intervistë tjetër pas pak, kështu që ne duhet ta mbyllim bashkë bisedën. Para se ta mbyllim, unë duhet falenderoj edhe në emrin tim edhe të radios edhe dëgjuesve që ishte pjesë e bisedës tonë, sepse ne mësuam shumë çka nga biseda me ju. Unë për veti nuk i pas simpati të po besoj edhe nga shumë nga dëgjuesit nuk e kanë ditë se si jetoni, në çfarë situate jetoni, represioni, presioni, tensioni, përndjekje, shtypje, edhe mungesë të drejtash, lirie dhe demokracie në ato zonë. Po para se të largohesh, unë duan që se ke ndonjë mesazh për dëgjuesin e radios nga profesor Recep Abazi. Po të them që falenderimi u takon juve që u ka rëndër mend të mendoni për neve atje. Mund të them se Medvegja është në errësirë informative totale, nuk ka as mjet elektronik, as të shkruar në gjuhën shqipe. Keni bërë mos tjetër gjë, mos pa që të bërë, keni bërë një sevap të madh që u ka rëndër mend na kujtoni. U falenderoj shumë juve, falenderoj dëgjues tuaj dhe i përshëndes të gjithë. U takofshim në momente më të mira, inshallah, në ditët që vijnë. Edhe unë pra edhe një herë falenderoj profesor, do jemi në kontakt, edhe do të dish një gjë, unë do t'jem ai që do t'i marr prapë në intervistë, në bisedë, por në çdo moment që ju kërkoni fjalën dhe doni të thoni diçka, veni mesazh tek unë, edhe ne e kemi radion tonë të hapur për çdo zë që është zë patriotik, për çdo zë që shërben shqiptarisë, për çdo zë që kërkon të drejta edhe në fund bashkimin e shqiptarëve të munguar tash sa vite. Faleminderit edhe natën e mirë. Faleminderit, rënoft mirë dita dhe Medvegja. E rroft gjithë shqiptaria kudo që janë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Të nderuar dëgjues të Window Radio, siç e ndoqët ose kush erdhi tani, ka vonë, por jo shumë vonë, sepse unë mas 15 minuta do të kem një intervistë tjetër me studiusin doktor Taulant Muka. Unë isha në një bisedë, me thënë të drejtën, e kam pëlqyer në kuptimin e bisedës dhe për mesazhet që përcollen, por e kam kaluar edhe përcjell me dhimbje, duke parë se si jetojnë shqiptarët sot. Domethënë ku në gjithë botën besoj që nuk ka mend në botë edhe mendet afrikane, nuk besoj se jetohet në mizerabël dhe në kushte të mungesës lirisë, demokracisë të drejtave, ashtu siç jetohet në Medvegjë, Preshev dhe Bujanovc. E morëm këtë informacion, ne duhet jemi më të ndërgjegjshëm, ne duhet jemi gjithmonë pranë tyre, t'u dëgjojmë fjalën e tyre edhe ta përcjellim në ato instanca ku janë të mundshme të ndërhyjnë për të rregulluar diçka. Ne nuk mund të heshtim, ne duhet ta ngrim zërin për çdo shqiptar kudo që është në trojet e veta, në Shqipërinë etnike, apo qoftë edhe emigrant në tokë të huaj. Prandaj unë e falenderoj edhe një herë profesor Recep Abazin, ju falenderoj edhe ju që na dëgjuat, edhe pushoni, pini pak ujë, se për 15 minuta do jemi bashkë përsëri. Unë ju falenderoj nga studio në Londër. Ndëgjohemi mas pak. Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am.